Përshëndetje, shenja e demit. Sot do të zhvillojmë një pyetje rrufe të tipit kush ju xhelozon? Kartat që ran për ju janë komunitet, letër dhe kafshë shtëpiake. Kartat tregojnë qartë që xhelozia ndaj jush buron nga një rreth shoqëror i afërt, mund të jenë miq, njerëz të njohur apo persona me të cilët ndani një ambient ose komunitet të përbashkët, si për shembull lagje, rrjet social, punë e të tjerë. Me kartën komunitet, xhelozia nuk vjen nga një individ i vetëm, por nga një ose më shumë persona që ju rrethojnë shpesh. Ka një energji krahasimi dhe vëzhgimi, ndërsa karta letër duket sikur ka një komunikim të heshtur ose thashë theme rreth jush. Pra dikush mund të ketë shpërndar diçka për ju ose t'ju ketë përmendur në mënyrë indirekte. Karta me kafshë shtëpiake thotë se kjo kartë lidhet me sjellje të buta nga jashtë, por ndjenja posesive nga brenda. Pra dikush që sillet mirë me ju, por ndjen xhelozi të fshehtë, mund të jetë një person që ju sheh juve si konkurrent për dashuri, për vëmendje ose për stabilitet. Me sa duket, qetësia juaj provokon ata që nuk kanë paqe me veten. Paqim.